Është përqindje shumë e vogël e qytetarëve që votojnë për shkak të programit. Madje në shumicën e raste fatkeqësisht nuk i lexojnë fare. E konsideroj që nuk i lexojnë fare sepse po pajtohen me pranverën që janë të prirur për të votuar për lider ose për subjekte politike, pak më pak për programin ose për alternativa që ata shpalosin për gjatë ditëve të fushatës. Kanë deklaruar që s'kan vija të kuqe, po unë e konsideroj që është në kuadër të kësaj të mbledhin vota të gjithë nga gjitha kampet politike, sepse ne dim që të gjithë e kanë thënë sinqerisht dhe publikisht që preferojnë koalicionin me njëra tjetrën subjektet politike që kanë qenë në opozit dhe është krit në rregull. Është e drejtë secilit kandidat për kryeministër që të ketë preferencat e tyre sa i përket bashkëpunimeve. Për të kësaj, u diskutua këtu për faktin që qeveria ka dhënë lëmosh. Nëse kjo ka qenë lëmosh, atëherë le të na shpjegon dikush pse të gjitha subjektet politike kanë vendosur ta kopijojnë, ta marrin copy-paste këtë gjë. Në disa raste kanë preferuar që shumë atje në pak më të larta mënyrë që të joshin pak më shumë qytetarë. Unë e konsideroj që dhe Britania e Madhe që e ka këtë, nëse zgaboj quhet atje specifikisht child benefit, që nënkupton mbështetje për fëmijët, pavarësisht statusit nga cili fëmija mund të ketë milioner, ose të ketë një familje mesatare, ose familje të varfër, të gjithë fëmijë në Britaninë e Madhe dhe në shtetet me zhvillimin më të lartë marrin të njëjtën mbështetje. Njëjtë marrin edhe lehona, një diçka që ka filluar të aplikojë edhe Kosova. A do donim që kjo shifër t'ishte edhe më e madhe, qysh në start pa diskutim, por duhet pas parasysh që buxheti i Kosovës ka qenë aq sa ka qenë edhe